për një lajm as pak të këndshëm. Flasim për një çift të moshuar në Pejë, të cilët kanë disa të lashe elementare të jetesës. Detajet na i sjell kolegu jon Valdrin Mirëmëngjesi, na trego pak a shumë se cilat janë problematikat e kësaj familje. Mirëmëngjesi, buongiorno në studio dhe ata që kanë vendosur për me nisë ditën me Klan Kosova dhe ora 7. Unë ndodhem sot në një familja Shala në Pejë, e cila jeton në një ndërtesë e cila nuk është shumë e populuar, mirë po në mesin e kësaj ndërtese që quhet ndërtesa ose banesa dhe standardit në lagjen Fidanishte, jeton edhe familja Shala, një çift i moshuar dhe i zoti i kësaj familje është Sadik Shala, i cili tash e 2 vite ka që nuk ka dalë nga banesa për me shiju ajrin në obar, por vetëm nga balkoni i saj, e për arsyen pse s'ka dalë edhe me çka po përballet kjo familje na tregon vetë i zoti i kësaj shtëpie Sadik Shala. Mirëmëngjes zotri Sadik, fillimisht faleminderit shumë që na keni prit në këtë mëngjes dhe që na përcjellni vazhdimisht. Apo na tregon pak në pika të shkurta se çka po ndodh me familjen tuaj, pse ju nuk keni dalë tash e 2 vite prej banesës suaj? Po 2 vite që është djeg ky ascensori. Po. Edhe tash problemet. Po. Nuk muj më shkollë, më shku jem kompost shtull. Jemi paralizuar me 4 janar vitit 2010. Kom qëndru në spital të tani kom pas edhe operacion në zemër, në Prishtinë, kom pas problemet mëdha. Po tash momenti i punit njeri në këtë moshë tem. E kuptoj me emocionin, zotri Sadik. Ne jemi këtu për të raportuar që në mënyrë që të lajmërojë dikush. Unë i kam parasysh tani po. Njeri kam emocion. Zotri Sadik, si ja bën ju kur keni ndonjë nevojë shëndetësore, kush vjen me ju asistu për m'ju zbrit prej katërtit kat, ose për m'ju ofru ndonjë ndihmë, Unë maj i viti, kom pas një problem kështu, më ka sill krejt banesa. Shisha lulja, ketë, e lejmëru ndihmën e parë në kanë vonë. Ata kanë menu që kur shkuma t'je ma bo një. Nuk s'ka pas sol, ja? Kanë menu më s'kam pas sol. Unë atë mjek edhe një, se kom qenë atë në neurologu. Zotri Sadik, kush vjen me ju asistu? Qysh ja bëni pa lift konkretisht? Na kemi gjenë rrugë për me pru në se s'kemi mujt. Unë me një shoqe, mujnë me pru me kam 2 ferna. Atëhera... Qyre këta tali me të marë për të mështë, po me të këthy ju. Zoj, apo na tregoni që të rasin, qysh e një gjindë një natë kur keni pas nevojë për... Që këtë rasi, na është ati kohës nuk qatit, na nuk e kemi ti qake, edhe dukone kanë si ndimin e shpejt, ka ndima shpejt, na ka marrë, na ka qënë në spital, kemi shtru, dhe më thonë Desa i ka krye infuzionin. Në mesnatë? Po, në mesnatë, një gjysora ma, edhe na për vetju në ato, na që ndima shpejt praf neve, ka ta jo, ta se nuk, mi mori, mi që ju, ta që du mund gjitu në shkolla me njerë paralizu, ta nuk kam qava. Kur u krye infuzioni, e ju mdale ku cirë një taksi, kur erdhen të të banesa, me nëzjeshtim për taksit mrena, Desa erdhen me morë policën nalë, Desa prumë, kur nuk ka, kush më në një mu këto? Që që bëni? E bëna dola një gjysë natës në rrugë, kova që të rrugës për tjetë, pizatetit 3 djemë 3. Edhe pjo tha, mirë mroma, djemë, a ba mi o pyjt diqka, tha po, ta qaki, ta shëkam burin e paralizu, jam vetën, jam e një shoqe, 2 ferna në katin e 4, nuk mi me që për tjetë. Ta pumëre, edhe, po ta 3 vetë, nuk ishin gjenje se pesha pak e ronë, ju më dalë edhe një njëri në rrugë, ka marrë me kere, në ala kere, ta shabon marrë me në një mungre me quste, kam burin e paralizum, e pata në spital, e qëta shpi spitalin, pas po se qashtu e pat gjene, edhe na kanë një mu, na kanë pru dhe qëto, na kanë do me kulik, ata kanë shku anena, na kemi himrena me kulik,
Dhe krejt kjo në mungesë të mos funksionimit të liftit. A keni kërku prej dikuj me ndresh Na liftin? kem kërku, vjetë kem bo në shkrimet krejt banorët edhe kemi qup një interviste, kemi shkru për të dikun, e kemi lanë të gazmendi atje, se bashkë... Sekretari komunës. Po, e vetë ati djallin porsa, aty i kemi lanë, Që sa vite? ka një vjetë. A o ardh dikush me monitoru rastin? Kërkush, Se s'po rregullohet listi sipas jush? nuk e di pse. Do më thonë, bën e vetë, në vetë kemi po vetë. Na kem, para 2 vjetë na kem drejq vetë. E kem drejq kulmin vetë, pa as një ndim, krejt banorët, kemi thonë, 12 herë na ka po kulmi, ka zvenë Mangjeri ka thonë, nuk jepe përgjithësi, fryma e ka pa gjujt kulmin, krejt, ka pa gjujt të tërë. Atë na me metë pa kulma, Po më thonë përse përket listit nuk keni përgjigje. ja, nuk kem përgjigje, kur farë përgjigje. Hiq, as më arë me këshirë më thonë një herë, kryetari komunë do të më interesu për banorët spes, si ka banorët. Kush është ndërtuesi i banesës në të cilin jeton? A e di që u po me pona që e ka një kujtes për neve. Po Veç na që abojnë vetë, preshu listin resh vetë, preshu janë ljodhë dhe gjinja të nëreq, jep peshen, jep 1.000, po ta që janë ljodhë s'po dojnë ma, qëte është kryetari të thujnë, me na jep një ndim, po kryetari nuk dojnë, vetë a besan, kur e bi ushqimet që i blej qërë mi nuk kam budget. se shumë ranë, po mu edhe vetë, i këmë bo edhe vetë një moshë. Zoj, për shkak të hapësirës kohore, ne do të vazhdonim edhe me tutje bisedën. Gonxha, nëse nuk keni ndonjë pyetje nga studio, kjo është gjendja, pra për shkak të mungesës listit aktiv ose ashënsorit, një familje, një çift i moshuar, qëndron tash e disa vite duke u përballur me probleme për një jetesë më të mirë. Me të vërtet, po na vjen shumë keq dhe jemi të shokuar edhe të habitur edhe ne këtu në studio, me gjendjen se si janë lënë kjo familje dhe besoj familje të tjera në këtë hyrje, në këtë ndërtesë në pej, dhe unë po shpresoj që t'ju kemi dhënë zë kësaj familje dhe të dëgjohet tek komuna, tek personat kompetent dhe sa më parë të rregullohet ky problem, që zotriu të ketë mundësinë të lëvizë sa herë të doj, jo vetëm kur ka urgjenca dhe nevojë të